Vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi për të regjistruar në shkollën e fermerëve Ndremjeta në Bushat për shkak se profesionet që fitohen këtu kërkohen zyrësisht nga tregu i punës, thot Vincenzo Casneci, mësues dhe veterinar i cili thekson 3 drejtimet kryesore të programit të kësaj shkolle. Shkolla ka 3 drejtime kryesore që janë veterinaria, teknologjia ushqimore dhe agronomia. Janë degë të cilat janë prioritet për tregun e punës dhe janë zanate që gjithmonë të gjithë dalin të kënaqur duke marrë parasysh dhe punësimet që vinë më pas nëpërmjet këtyre drejtimeve. Nxënësit e kësaj shkolle vinë nga disa zona të vendit dhe përfitojnë bursë prej 7.500 lekësh të reja në muaj. Këtë vit janë regjistruar mbi 50 nxënës në vitin e parë, ndërsa vjet re një rritje e numrit të vajzave. Regjistrimet vazhdojnë ende pasi ka nxënës që për arsye të ndryshme shkëputën nga shkolla ku janë regjistruar fillimisht dhe kanë të drejtë të regjistrohen në një shkollë profesionale. Këto lloj profesionesh, to janë zanate të cilat mësohen që në shkollë mesme, mund të vetpunësohen dhe të ndjekin të gjithë përvojën e tyre që kanë marrë nga këto drejtime, duke qenë sepse edhe shumë projekte bashkëpunojnë me shkollën dhe këto i mundsojnë praktikat profesionale në biznese. Sfundmi është projekti Engine, i cili na ka ndihmuar shumë kryesisht me pajisjet e klinikës veterinare ku nxënësit janë aftësuar me afër tregut të punës dhe me afër profesionit që ata kanë zgjedhur, në këtë rast veterinarinë. Pranë klinikës veterinare të kësaj shkolle u ofrohet ndihmë edhe fermerëve të zonës sipas nevojave që ata kanë. Fermerët e zonës janë të ftuar të sjellin kafshët e tyre për t'i parë apo në këtë rast edhe për t'i mjekuar, po edhe nxënësit mësojnë diçka nga modulet duke u ofruar më afër tregut të punës, i cili i ndihmon për të bërë zanatli të mirë. Nga kjo shkollë diplomohen mesatarisht rreth 30 specialistë në vit. Një pjesë e tyre vazhdojnë studimet e larta, ndërsa të tjerë punësohen në profesionet përkatëse në bujqësi, blegtori dhe teknologji ushqimore.